Armiqt nuk pritën, por kur e pan kapedanin të shtrirë, lëshuan të gjithë së bashku dhe me fillim e larguan kufomën nga poshtrimi, duke të hequr këmbësh. Pastaj, u përpoqen të mbronin, por në rrethana as pak të favorshme, sepse ja mbritën tanët dhe silan që t'jepnin fund detyrës ndaj të vdekurit. Si rrjedhim, ata morën Aratin dhe ikën, po me atë vru, me të cilin nishin lëshuar. Shumë nga tanët po i ndiqnin këmbë këmbës dhe s'po u ndaheshin ndërsa Raboria dhe u kthyen prapa që të gjithë. Kështu Skënderbeu mbeti kënaqur me fitoren e përbashkët dhe vetjake dhe kur pase kudo mbretëronte qetësia, dhe se s'kishte mbetur gjësendin të ngrira, lëshoi me njëherë Vëgjelin për të mbledhur plaçkën e të vrarëve, kurse vetë ai bashkë me forcat e tjera, e megjithatë me të zjartët, por ruante i gatshëm se mos bëhej ndonjë lëvizje nga ana e kundërshtarëve. Përkundrazi Murati, kur ja njoftuan në fillim dhe kur i pa pastaj vetë sikur i ra pika dhe për një farë kohe, nuk nxori zë nga pikëllimi i madh e nga frika që hyri në zemër, duke konsistuar se shpresa i kishin shkuar kot kudo, si ndonjë të urryer nga Perëndit dhe të penguar nga fati. Por kur dhimbja ju ul pak e nga pak, mori e vuri në zbatim me rregull të gjitha ato masa që do të mund t'i merrte cili do tjetër, i rahur fort në këso punësh. Dhe me të vërtetë, se para i vuri ushtar në çdo anë, dhe dha urdhër që t'i bënin sy katër e të vërenin me kujdes gjithë planet e armikut. Pastaj zbritin nga muret disa makina më të vogla dhe i vendosin nga Johani kampit, ka ku armiku sulmonte zakonisht. Më tepër, dhe vendi duke më lehtë për t'u dëmtuar, veç këtyre, ai shtoi forcat e kapedanit të vrarë dhe i plotsoi me 4.000 për të zëvendësuar ato që kishin rënë dhe që ishin pikërisht po aq. Ato forca i vuri që të ruanin fortifikimet me urdhër që të mos dilte kush jashtë, tyre për të përleshur me armikun, veç se po të shikonin më fort me përdredhore se sa me trupin e vet. Ai mendoi që me këtë mënyrë, pa e përgjakur ushtrinë e vet, t'i vinte lehtë në vend dëmet e parashikuara kudo si duhej, edhe sulmi kundër qytetit. Nuk u la pas dore. Me gjithë këtë, barbarët u kishin rënë veshët, fuqit i kishin lënë, goditjet e tyre ishin dobësuar. Sidomos kur panë se lufta në fushë s'pati sukses, e fati u dol ndryshe nga që prisni. Dhe kutrimëria vetjake dhe fati kapedanit ton kish bërë për vete zemrat e shumëve prej tyre, sidomos të atyre që vënë ka të fryera, më mbar dhe nuk e mbajnë besën. Por ata të qytetit fitoria e shokëve, që si një farë ushqimi për guximin dhe fuqinë e tyre. Nga kjo, ata po sulmonin për herë më ret, përpara forcimeve dhe s'të linin as frymë të merje, derisa armiku i lodhur tani më, kur po plakoste edhe errësira e natës, që ai e priste prej kohësh, la rrethimin dhe u kthye në kamp, pasi u dha shenjë të tërhiqej. Ajo diti kushtoi sultanin më tepër se 7.000 ushtar, të përgozurit qenë pothuajse më shumë se ata që dolën shëndoshe mirë. Nga qytetasin mbetën të vrarë 70, të plagosur 92. Duke qenë se numri i tanëve poralloi, përshtu nga dita në ditë, shumëve filloi t'u hynte frika në zemër, se mos qyteti nuk do të mund të mbrojë dikur me një pakicë mbrojtësish. Prandaj gjithë kujdesin po e drejtonin çdo ditë më tepër në merrmetimin e mureve dhe në ngritjen e forcomave me qëllim që të mos kishin asnjë dëmtim nga predat armike. Por të rrethuarve u jepje sidomos zemër, ku angrinte lart moralin, puna që shikonin se kapadani i tyre mbetej gjithmonë i pathyeshëm, dhe se ushtria armike ishte zhytur në zi, e ishte korrur në një pjesë të madhe pas gjithë atyre kërdive që kishte pësuar. Skënderbeu, pasi mblodhi pas një frikë plaçkën e të shtrirëve, u largua para se të zbrisnin forcat mbretërore nga mali, si ndonjë triumfator për fitoren e dyfisht, dhe u kthye në kamp. U kaloi gjithë natën që i mbeti me këngë e shaka të ndryshme. Plaçka që morën me vete ishte aq e madhe, saqë njerëzit ishin ngopur më, sidomos me kuajt të cilët po a jepnin pa dallim trimave e të ngathëve, kurse një shumicë prej tyre u dërguan si dhuratë bashkë me pezare të tjera armike, princerëve fqinj. Veç kësaj, gjatë asaj kohe kishin ardhur në vend nga Italia e nga vende të tjera, një mori tregtarësh të cilët i blinin me para apo me mallra që shkëmbeshin dhe i hiqnin që nga dej për ditë me radhë.